Ervin Saliani, që së fundmi është quajtur edhe Sali Saliani, në takimin që mbajti me disa demokratë të inatosur përpara Akademisë së Arteve, ku deklaroi publikisht se kishte shkelur të gjitha qarqet e vendit, kishte zhvilluar takime me mira demokratë dhe ky që aktiviteti përmbylli që zhvilloi në Tiranë. Në fakt, çdo angazhim politik i një individi është një zgjedhje personale. Ervin Saliani zgjodhi të ishte me Berishën, pastaj u bë me Lulin, mori drurin dhe jura demokratëve, e tradhtoi Lulin, më pas u bë prapë me Saliun. Tani doli Saliut kundër. Për tek Karrigës që kërkon, ka një pyetje: kush e financon? Cili është burimi i të ardhurave të Ervin Salianit për të gjithë këto aktivitete? Një parti politike deklaron të ardhurat, shpenzimet në KQZ, ka një strukturë përgjegjëse. Ligji për partitë politike e mirëpërcakton. Lind pyetja tjetër: kush do t'i deklarojë të ardhurat dhe shpenzimet e Ervin Salianit? Partia Demokratike, sepse ai mban logon zyrtare të partisë, apo Ervin Saliani do të shkojë vetë në KQZ dhe t'i deklarojë këto të ardhura? Partia Demokratike ka ekonomistë që bën bilancet dhe raportimet në KQZ sipas ligjit, po shpenzimet dhe të ardhurat e Ervinit, kush do t'i deklarojë? Cili ekonomist, cili financier, se ato nuk kalojnë nga Partia Demokratike zyrtare, edhe pse ai mban logon në takimin e tij. Saliani tha 12 qarqe, në fakt janë më shumë takime, përfshirë takimin në Tiranë me një llogaritje të thjeshtë. Të gjitha këto kushtojnë disa qindra mijëra euro, thjesht dhe vetëm aktivitet si ai i zhvilluar në Tiranë, një leduoll, një regji, karriget, lëvizja e njerëzve apo shpenzimet për të fjetur, dreka e darka, të paktën shkon rreth 5.000 euro. Morëm shembull Tiranën, të shkosh në një aktivitet në Korçë, do të paguash një sallë e cila kushton të paktën rreth 500 euro, do të shpenzosh karburant, edhe Saliani nuk lëviz vet, por lëviz me 2-3 mjete, plus dhe karburante që marrin mjetet e tjera, do të duhen të paktën dhe 500 euro të tjera minimalisht. Fonia dhe regjia për transmetimin do të kushtojë më pak se 200 deri në 300 euro në vendin më periferik. Dreka, darka dhe hoteleria, ku je me shofer, me dieta, me njerëz të tjerë me vete, nuk mundesh dot ta mbulosh pa 1.000 euro, me gjithë ushqimin për stafin, njerëzit apo takimet me shpenzimet e veta. Prandaj një ikje në një rreth kushton të paktën sa eventi në Tiranë, ndoshta edhe shumë më tepër. Pa folur për angazhimin e njerëzve që paguan muaj për muaj, njerëzit që mbajnë rrjetet sociale, pagesat që bëhen për të dalë në media. Kush e financon Ervin Saliani? Ai ka të ardhurat e një rroge si ish deputet, a mundet me 1 milion apo 1.5 milion lekë të vjetra në muaj t'i mbuloj këto shpenzime? Kush janë sponsorët e tij? Cilët janë biznesmenët? Ervin Saliani duhet të bëjë transparent çdo shpenzim të tij dhe burimin e tyre. Cilët janë biznesmenët që e financojnë? Çfarë aktivitete kanë? Sa janë shumat që japin dhe si shpenzon këto shuma Saliani? Këto bilance ose duhet i depozitojnë në KQZ nëpërmjet Partisë Demokratike, ose duhet i deklarojnë në tatime. Janë fakte publike me foto, video. Të gjitha takimet përfshirë dhe daljet në media, ku me pagesë e ku ato pa pagesë, muaj të tërë lëvizjesh me makinë dhe jo me makina të vogla që harxojnë 5 apo 10 litra naftë në 100 kilometra, por me makina luksoze e me njerëz që e shoqërojnë. Janë qindra mijëra euro shpenzime të ngrëna, të pira, të fjetura, foni, regji, leduolle në pak kohë, në pak javë. Kush e financon Ervin Salianin? Nga vijnë këto para? Babalia nuk do të përgjigjet, as Sali Saliani s'do përgjigjet, por duhet bërë transparenca dhe në këtë rast është pak që duhet të hetoj kush e financon Ervin Salianin për te akuzave të hedhur nga Partia Demokratike dhe Berisha, se ai u shit gjatë kohës që ishte në burg. Në burgun e Fierit, ai ka qenë me drejtor të PSD-s, me element të botës së krimit, për të cilët Partia Demokratike e akuzon. Tani Saliani hap një thes me para dhe shpenzon në evente, në takime. Kush e financon? Cili është burimi i të ardhurave? Këtu fillon dhe mbaron transparenca e babales, Sali Salianit.